Fëmia 7 muajsh humb jetën pasi rrëzohet nga krevati. Një familje ka humbur djalin e tyre pasi ai ka rënë nga krevati i hotelit ku ata ishin me pushime dhe ndërroi jetë. Prindërit bashkë me fëmijën e tyre 7 muajsh ishin me pushime në Karaibe dhe pasi kanë vendosur djalin në një krevat, ai është rrotulluar dhe ka rënë në dysheme. Fëmia 7 muajsh është dërguar menjëherë në spital, por fatkeqësisht nuk ka mundur të mbijetojë. Prindërit janë shprehur, ai ishte djali i vogël më i miri që mund të kishim, edhe solli tek ne ka shumë gëzim e lumturi për të gjithë ata që e takuan. Ne jemi krejtësisht të humbur pa të dhe këto janë ditët më të vështira të jetës sonë. Ndaj prindërit e bëjmë publike historinë e tyre për të sensibilizuar prindërit e tjerë që të jenë më të kujdesshëm për fëmijët e tyre gjatë kohëve që janë me pushime. Ne duam të japim një mesazh për prindërit e rinj, të cilët duhet të jenë më të kujdesshëm ndaj fëmijëve të vegjël, e posaçërisht ndërkohën që nuk janë në shtretërit e tyre, por me pushime, t'i ruajnë ata pasi një gabim apo një shkujdesje mund të bëjë që të humbisni fëmijën tuaj brenda pak sekondave.